burimi kryesor i frikës së njeriu sot është vetë njeriu. Do më thonë, kush është të myt ma shumë njeriu se sa vetë njeriu sot? Do më thonë, shiqeni lufta, shiqeni masakra, shiqeni, do më thonë, uritë. Kush është të myt ma shumë njeriu se sa vetë njeriu? Nëse analizoni këto, ka thonë filozofi meqëm, nëse analizoni që kjo është me ruse, kjo është shumë e turpshme kjo. Se na u dosh mu tut pe seneve tjera, po na nuk u dosh mu tut pe njeriut. Se është i njëjti lloj, është i juni, është sikur na. Me ardh puna, na mu tut pe njëri tjetrit, kjo është marrja e botës. Mu tut njeriu pe njeriut. Mu tut pe arushe, ka logjik. Mu tut pe zjarrit, ka logjik. Mu tut prej kësaj, ka logjik. Prej çdo fenomeni ose dukurie mutut njeriu pe njeriu nuk është logjike. Megjithse sot burimi kryesor i frikës për njeriu është vetë njeriu. Kujt nuk kanë tut më shumë ti luftë, shpihuna, tradhtarëve, domosdoshmë gjithmonë është tuta pe njeriu. Sot kur të bish me fjet, edhe të mshesh derën, pe kujt na tutesh? Pe na i varhojni, pe na. Stutesh pe gjallësa, tutesh pe njeriu. Domethënë njeriu u bo i frikshëm për njeriu. Kush i thën dyrë sot, kush i kërcënon familjet natën, ditën, frika, domethënë është vetë dora e njeriu. Prandaj Allahu thot inal insana la yadgha, njeriu ka qef e ka marak me i kalu kufit. Dhe kur i kalon kufit, ai mas ne i bën kërdina në tokë.